Kur askush nuk do të mund të marrë asgjë nga furnizimi yt. Allahu është ai që furnizon. Asnjë njeri nuk do të marrë asnjë pjesë të furnizimit të cilin Allahu ja ka dhënë dikujt tjetër, dhe as nuk do të marrë asgjë nga dhuntia e tij. Prandaj, mos i lakmo askujt për atë që Allahu ja ka dhuruar, dhe mos ki frikë nga ajo që të është dhuruar, sepse deri tek ajo nuk do të arrijë askush. Të gjithë thesaret janë tek Allahu. Atë që e dëshiron, kërkoje nga Zoti yt, sepse njerëzit nuk posedojnë as me dëmin, as dobin, as me vdekjen, as jetën, as ringjalljen. Lëre egoizmin, shpirt ngushtësinë dhe makutërinë, sepse e mira është e brendshme dhe askush nuk do të mund ta fshehë nga dikush tjetër.